Mbledhja e sekretariatit të etikës ku pritet të merrë vendimi për masa disiplinore ndaj 29 deputetëve të Partisë Demokratike mes tyre dhe ish-kryeministrit Sali Berisha është shtyrë për ditën e martë në orën 10. Vendimi u mor pas kërkesës së opozitës, e cila argumentoi se deputetët duhet të njihen paraprakisht me provat mbi të cilët mbështeteshin masat ndëshkuese. Deputetët demokrat u paraqitën në grup në kryesinë e kuvendit për të marrë pjesë në mbledhje, ndërsa situata u shoqërua me debate të forta mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe të opozitës. Demokratët këmbgulën se mbledhja e sekretariatit të etikës të zhvillohej me dyert të hapura, kërkesë që u kundërshtua nga socialistët. Gjatë debatit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kazimend Bardhi akuzoi mazhorancën se po synon të vendosë një kuvend njëpartiak dhe kërkon përgjegjësi nga deputetët që kanë firmosur kërkesat për pezullime. Bardhi deklaroi se çdo masë ndëshkimore duhet të mbështetet në fakte konkrete dhe jo sipas tij në akuza politike, duke shtuar se socialistët po përdorin gjuhë përçarse dhe po etiketojnë opozitën. Në përfundim, Bardhi propozoi shtyrjen e mbledhjes për javët e ardhshme në mënyrë që secili deputet të ketë kohën të njihet me materialet dhe provat, kërkesë që u pranua nga sekretariati i etikës. Pas tensioneve të së njëjtës në seancën plenare, mazhoranca ka kërkuar ndërshkimin e deputetëve demokrat për veprime të konsiderueshme të dhunës me masa përjashtimi që varion nga 10 ditë deri në 60 ditë nga punimet e kuvendit.